Mirëmbrëma, 28 maj, çoni, luftoni për kombin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt, por dhe e Focus TV. Po ju në ekran deklaratën që zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit ka bërë për Focus që në datën 15 maj. Kjo deklarat do t'i atribuohet zëdhënësit Departamentit të Shtetit, më shkruhet në përgjigjen zyrtare. Jemi në dieni për akuzat për parregullsi në ditën e zgjedhjeve. Çdo qytetar duhet të jetë i lirë që të ushtrojë votën e tij pa intimidim dhe në përputhje me ligjet shqiptare. Tani, me deklaratën që ka bërë ambasada amerikane, urojmë popullin shqiptar për zgjedhjet e përgjithshme, do të vazhdojmë partneritetin me Shqipërinë. Tani, çdo kush që njeh sadopak politikën e jashtme të departamentit e di që niveli i zëdhënësit Departamentit Amerikan të Shtetit është shumë lart me nivelin e diplomatëve në një ambasadë, sidomos ku nuk ka ambasador. Mesazhet diplomatike duhet të ishte lexosh. Që të urosh për zgjedhjet a priori popullin kur 58 nuk votuan, se 42 pranuan që votuan, dhe të mos urosh fituesin real që është Rama, kjo tregon për mua që ti nuk e do Ramën, nuk e kënaqur me rezultatin dhe pret diçka tjetër. Pra, me atë që ata mu përgjigjen mua në 15 maj, kam pasur një komunikim dhe dje, por kur është off record, nuk mundëm të jap. Deklarata e parë ishte on record, pra mund të jepja, ndaj po e jap dhe njëherë. 86 vota nuk kalon lehtë. Ambasada në Shqipëri ka në nivel legate. Unë fëmijërinë time e kam kaluar tek rruga Budi Karlotopia, ngjitur me atë që ne quonim legata italiane. Nuk e dinim pse i thonin legata italiane. Në fakt, aty kishte qenë legata amerikane. Dhe kjo fjalë legata ka ngelur gjatë tek unë. Në takimet e mia si diplomat në departament kam pyetur. Legata nuk ka ambasador. Është nivel më i ulët se niveli i ambasadës. Duke mos pasur ambasador në Shqipëri, ne jemi kthyer në nivel legate. Sepse vetëm fuqitë e mëdha kanë pasur të drejtë për ambasador, ndaj në Shqipëri në atë kohë ka qenë ministër në legatën amerikane, jo ambasador. Tani ne jemi ndër shumë vende që nuk kanë ambasador. Nuk është thjesht me ne, e kam thënë që departamenti është në disërej. Por në qoftë se shikojmë ndryshimin midis qëndrimit ndaj nesh me qëndrimin ndaj zgjedhjeve në Rumani, i ngarkuari me punë atje, siç kemi ne në Shqipëri, personalisht ciceroj, se të ne me cicërim që duke uruar nominalisht kandidatin Edi Ramën rumun, i njohur si sorosist, edhe pse kandidati tjetër ishte një kopjues i stilit Trump, erdhi në Amerikë, u mbështet nga Steve Bannon, pagoi, por realiteti pranohet. Po të shikosh në disa vende të tjera, për shembull në zgjedhjet në Singapur, ka qenë vetë Rubio. Nuk jemi në nivelin e Rubios. Nuk e ka marrë Rubio ta uroj Trump, atë kryeministin Rama. Vrapoi si i çmendur Britaniku, Piepri i Italisë, Macroni Gagarelli i Francës. Pra, keni kujdes, keni durim. Ambasada ka detyrim ligjor të dërgojë raportin e vëzhguesve të saj. Nuk e di se sa i thellë do të jetë, por nga jo deklarata e ambasadës, legat për mua, Rama ka marrë një shuplak të madhe. Është era parë që fituesi nuk urohet nga amerikanët. Kanë uruar dhe fitoren e 46-ës të Enver Hoxhës. E kanë njohur. Tani tagri i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk është se e nje, nuk del që ne njohim zgjedhjet dhe kundërshtojmë zgjedhjet. Qëndrimi është diplomatik. Kjo administrat ndryshon nga
administratat e tjera, e kam thënë Trumpi është Jacksonian, më i mirë me armiqt, më i keq me miqt, pëlqen autoritarët, dhe Rama shpresën e ka tek një takim nëse mundet në summitin e NATO-s në Hag të Hollandës, do të përdori Kushnerin, do të përdor Pjeprin, mund të bëj një fotografi. Por në departament janë 27.000 diplomatë. Asë 100 vet nuk ka hequr zoti Trump. Pra tek zyra e Europës, Biroja e Europës, se legata ose ambasada nuk mund të bëjë një deklarat pa marrë urdhra andej. Mbas numrit 1 të Europës, i cili ka qenë një businessman, është acting assistant secretary, numri 2 është Yuri Mende. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kulturë korporative të majtë. Nuk e ndrojmë dot në një ditë. Dikush mund të thotë Kushner 1, Lacivita 0. Nuk besoj se tek Rubio ndikon as Kushner as Lacivita ligjërisht nuk mund të bëjë asgjë sepse nuk është i regjistruar si lobist. U pagua për fushatën, për mendimin tim s'kishte nevojë Berisha, fushatën po doja bëri vet. Është një grup tjetër lobistësh që potencialisht paguajnë 6 milion, nuk është e lehtë dhe me këta emra. Mënyra për të ndërtuar case-in tënd është në Kongres, në Senat, në media. Nuk bëhet me një javë. Nuk kemi qendra rëndesës si 91-shin, kur amerikanët bën hearing, Hajdari, Kadare, Berisha. Dhe çdo gjë u përmbys. Me aq sa di, Liga Shqiptare Amerikane me Di Guardin, i cili pse në moshë të shkuar, po urvaten dhe mund të realizojnë këtë. Por natyrisht që ju falenderoj që ndiqni kanalin tim dhe ju them edhe një herë thank you. Mbas në fund kanalit abonohuni, subscribe, sa më shumë anëtar të kemi, aq më të mëdha mundësitë e sponsorëve që ta vazhdojmë. Të jemi realist. Fokus është për qendrën e djathtë. Kot mundoni dhe të çoni në një mesazh ofendues nga e majta, rini te grazhdi juaj. Më mjaftojnë 500.000 vota demokratët dhe shikurësit, se këtu në Amerika ka akoma më shumë. Do mundohem t'ju jap realitetin, faktet. Natyrisht, fokusi gjithmonë ka qenë emision ndryshe nga të tjerë, fal shkollimit që kam pasur këtu. Do të marrë dhe Alfons Zenelin da kem të inkuraduar në fokus, shumë shpejt besoj, për dhënë mendimin e djathtës për të mbajtur qirinë në shpresën gjallë. Nuk japim rekomandime. I dëgjojnë Shqipëri, Tiki, Berisha, unë s'jam antar partije. Unë kam mbështetur atë kaos. Por, e keqja në Shqipëri quhet Ram. Fakti korruptuar nuk diskutohet. Dhe fakti që Departamenti Amerikan i Shtetit përmes ambasadës nuk ja përmend emrin. Në këtë urim, uron popullin shqiptar, shumë evazive. Doni ta ndihmoni popullin shqiptar, ndryshoni sistemin zgjedhor. Aq më tepër që Rama ka probleme me drejtsinë amerikane. Po jeni habitur, pse po është dosje 8.000 faqe me Ganigal. Ka urdhër ekzekutiv special nga presidenti Trump për Kashia Patel. Dosje me Ganigal. Nuk është mbyllur dosja me krimin federal me foton me presidentin Obama. Është mbyllur për shqiptarin fisnik nga gjykata, jo burg, po jo për Ramën. Aq më tepër, SPAC duhet të jetoj aktivitetin e tij politik në Manhattan mbi $200.000. Nuk lejohet bësh aktivitet politik në Amerikë. E ka ligji. Ndaj votët e diasporës ishte skandaloze. Në qoftë se do të më kërkonte një mendim me opozita, do t'i sugjeroja. Keni kohë 3 muaj. Gjithë leadershipi juaj. Provoni me fakte farsën zgjedhore. Ndryshe lejoni nga diaspora personalitete që din ta bëjnë fituese djathtë. Ftojini. Fair. Unë nuk jam as në kryesi as antar që të shkarkohet ky të bë. Po unë nuk e kuptoj që si mund të rinë në listat sigurta kryetarët politikë të atyre vendeve ku humbën. Ata vetë do të japin dorëheqje. Të hyj Ali Mehmeti, të hyj Murrizi, gjithë ata që morën vota. E kam thënë disa herë,
mos u merrni me prralla. Po të kishte kandidat si këta që votuan, PD kishte fituar. Ajo deklarat e ambasadës që ka rënë në nivel ligate tregon që amerikanët nuk janë të kënaqur me 86 votat e Ramës. E shikojnë që përprodhon një monster, një përbindësh, sepse nuk ishte rastësi ardhja e përfaqësuesit të lartë departamentit të drejtësisë me problemet e karteleve. Akuzat median e djathtë amerikane narkoshtet. Në telefona që përgjohen element kriminal, Rama del në 1200 biseda. Lidhje, ndërthurje me krimin. I ka përdorur votat, ka fituar për tyre që ka qenë bashki, i ka vazhduar ende. Nuk iki nga mendimi, po fitove me bandat, je bandit. Fundi i banditëve dihet. Mbas në darkë intervistën me Milaim Nelën, doktorin e shquar nga Britania, përsëri, këtu është dhe në kanalin Focus TV në Amerikë, diçka për shpongjet në SBA. Duket që Trump i ka ardhur majtundës me Putini. E kupton që Putini nuk po flet vetëm të marrë ato zonat e vogla, futi do gjithë Ukrainën. Dhe në qoftë se Trump do vendoste sanksione, Putini do të binte te poshtë dhe i thot po të vendosja unë Putini do na përfundon të keq. Dhe sa herë që Trump sulmon, dha nxjerrin melanin, domethënë një lloj trysnie, presioni, sikur kanë ndoj dosje ndaj Donit, ndaj Don Cesarit këtu. E Majta vazhdon të sulmoj, është në provë Senati me Beautiful Bill, me ligjin, do të ishte turpërim për zotin Trump që ofse s'kalon, po ka një grup konservator që janë konservator fiskal që dhe mund të arrëzojnë. Ajo që bën përshtypje këtu është lufta e ashpër e zotit Trump me Harvard University. E Majta e përshkruan thjesht personale nga që djali ti me Melanin Barron u përbuz dhe nuk u pranua, ndërkohë që Barack Obama vetë ka qenë në Harvard dhe shoqja në Harvard dhe e bia në Harvard. Por Barack Obama ka qenë Columbia University nga kotat e Afrikan-Amerikane, bizgjur. Lidhja e Columbias te kalimi kanë qenë dhe zyrat e inteligjencës amerikane. Harvard University është biznes. Janë 12 vetë antar bordi që drejtojnë këtë biznes. Kanë rreth 52 miliard dolar fondet e këtij biznesi. Pritzker është kryetari i bordit, nuk është presidenti i universitetit. Pra universiteti varet nga kjo korporat. Ai që është sot kryetari i bordit ka pasur në një think tank në vendin e ish drejtorit CIA-s Bidenit. CIA ka ndërlidhje të forta me Harvard University. Deep State ka strehën të Harvard University. Politika e jashtme. Çdo gjë që përpunohet ka një ndërthurje shumë të thellë. Harvard University, duke qenë biznes, ka përfituar miliarda dollar, dëgjojeni me vëmendje, në Evropën ish komuniste, vendet lindore, si dhe Shqipëria, sidomos në Rusi, batërdim tek pronat shtetërore në privatizime. Ndaj ka 57 miliard tek fondet e tij. Dhe ndërkohë, rreth 9 miliard dollar në vit nga qeveria federale. Si ka bërë përfitimet, duke pas lidhje dhe me Sorosin? Kokalis Foundation ka diploma që jepen nga Harvard University dhe për disa politikanë shqiptarë që s'kan ditur as anglisht. Nuk është rastësi. Siç është USAID, ndihma ndërkombëtare që kanë bërë namin, vetë Harvard University ka një deg të ndihmës ndërkombëtare, njësoj si USAID, dhe punët e ndyra të qeverisë janë bërë përmes kësaj dege. Dhe kjo dege e Harvard University merr çdo vit $1 miliard nga USAID.
Më ndiqni pak, e kuptoni? Ndaj lufta është shumë e thellë e Trump ndaj Harvard University. Ata gjyqtar që 50% janë radikal të majtë që e sulmojnë zotin Trump janë produkti e Harvard University. Zoti Trump thot që të hysh në Harvard University ka qenë shumë e vështirë, pse e kanë urur stekën. Nuk bëhet ajo prodhimi matematikës. Ka 80% të tyre, thot Trump, nuk e din 2 + 2 bëjnë 4. Pra pranimet janë politike, raciale, DI, por të fitosh ndaj Harvard University nuk është e lehtë. Do të ketë gjyqje, do të ketë gjyqtar të majtë, siç ndaluan menjëherë vendimin e administratës Trump që studentët e huaj të mos pranohen më në Harvard University, janë 27%, dhe ata të huaj që janë shkollë duhet të ndryshojnë, të kalojnë në universitet tjetër, do t'ju heq vizat. Për 2 javë është bllokuar. A do ka përcej gjykata supreme të flasë për këtë? Po përdoret antisemitizmi. Trump e ka kapur me zgjuarsi. Por ndërkohë që ka sulme të mëdha, që është Ukraina, është Gaza, përfitimet akuzat me vendet arabe, tani në të majtën ata përfitojnë shumë nga kjo. E nxjerrin anti-education kundër inteligjencës, elitave, sepse Harvard mbetet Harvard. Ti jemi real. Tani ju përmenda Kokalesin. Politikanë shqiptar të atashuar të klobi grek kanë marrë të ashtu quajtur diploma, certifikata. Koço Tashko ka mbaruar Harvardin. Fanoli Math ka qenë klasë me ish sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, vitet 60-62, diploma, e thot vetë, por dhe me teatrin e Kennedy. Nuk është gjë e vogël. Pastaj ka emra të tjerë që kanë qenë në Harvard. Edhe sëfmundin nga Shqipëria. Është diçka, një arritje e madhe profesionale të arish atje. Por, është hedhur në gjyq edhe nga aziatikët. Ka një lloj politike. Kushteni që është mediokër, jo kam thënë ka hyrë në Advart mbasi Jati ka paguar $1 milion donation. Money talks. Trump është në rrugë drejt. Ti kthejmë dhe njëherë Ballkanit dhe ne Shqipërinë, duhet dim që çështjen reale tonë kombëtare ta çojmë në truezën e Departamentit Amerikan, ta çojmë Kongres, në Senat, në media, nuk kemi bërë. Ishte gjumi letargjik mbas vendosjes të Kuklës i Basha dhe Rama bëri kërdin me Hillary Clinton, me Alexa Soros. Ora, a e kanë uruar gjë ata se nuk di. Durim. Besoj se do të ketë hetime. Në aspektin kriminal me narkoshtetin, akuzat janë të mëdha. Dumanit i mbaron mandatin dhjetor. Thuhet se mund ketë pazar me Ramon, uroj jo. Lista e të korruptuarve nga partia që nuk mori asnjë urim nga Departamenti i Shtetit është shumë e madhe. Shqipëria meriton më mirë. Sistemi zgjedhor është shumë i keq. Nuk lejon njerëz ndershëm të përfaqësojnë popullin e tyre, kombin e tyre. Sistemi më i mirë është britanik, ma tha dhe doktor Nela. Do t'ju mbajnë lidhje, do t'jem fizikisht në një konferencë shtypi, falenderoj zëdhënësën e Departamentit Amerikan të Shtetit, një emër që vjen nga Fox News, që hap akses, dhe i falenderoj që më përgjigjen mbasën nga njerë, edhe i bezdis. Por, kjo është e vetmja armë, mjet, për të shfrytzuar dhe aktin e lirisë që kemi drejt kërkojmë sqarimet, kemi drejt kërkojmë edhe raportin e zgjedhjeve nga ambasada. Shpresoj se do ta bëj. Natyrisht që mbas viteve 90 demokratët antikomunistë kanë kaluar kohra shumë të këqija, dhunë, vjedhje, vrasje, një tolerim i pakuptueshëm i Departamentit Amerikan ndaj të majtës shqiptare.
para zgjedhjeve të 96-të, ajo që na habitit të gjithë ftoi 4 vet këtu. Se vet Pllumin, Ardarakin e të tjerë. Pra sinjali ishte. Shpresoj të ftojnë lider nga opozita shqiptare. Kejsi, çështja ndërtohet step by step. Edhe një herë në fund, ju kërkoj subscribe, abonohuni te kanali, mundësi për të vazhduar më gjatë, për të qenë me ju, dhe po jap dhe një herë, po e lë me stop kamera, deklaratën që zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit më ka bërë në 15 maj. Ju përshëndes. Kudo në Shqipëri. Unë i luftoni për vendin